Në pare, dhënia borxh tjetrit është e preferuar, është punë e lëvdueshme. Nga njëherë, mund t'jetë edhe urryer, nëse të lip parë dikush për në bën ndonjë punë të pahjeshme, mund t'jetë edhe haram, nëse t'lip dikush parë, për me shku me lupi gjaz, për me ble dëhën cigare, për me ble alkohol, ose runa zët për diçka, ti ke haram edhe atina borxh. Por borxhi, pranë parim është i preferuar, është sunet, por mund t'jetë edhe vajib farz, nëse dikush thot amani dinar, të blej një kafshat bukë se di qa uni. Ose amani dinar, se më ka njeriu gjomani borxh, sepse don njeriu do më qitë për shtëpi se do më myt krejt. Këtë rast se ke borxh me dhënë njeriu të ke obligim me dhënë borxh për një shpëtu jetën e tina. Ndërsa sa përket kthimit borxhit, ai është vajib, sepse është emanet, sepse është hak i huaj, sepse ki përgjegjësi para Zotit ditën e Kiametit nëse nuk ja lan borxhin robit. Madje është vetëm gjuna i cili nuk falet edhe nëse robi bie shahid, borxhi nuk falet. Borxhi është meselë e madhe, do të më kthej njeriu. Por që pyetja është, çka nëse nuk ja kthen borxhin njeriu, çka të bëj? Është mirë, që na mëson Allahu, na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ai i cili ka borxh dhe nuk mund ta kthejë me afat, mja shty. Ose mja paku me thon po ta heqin një pjesë borxhit, apo do ta leto, paguaj një pjesë tjetër, ose mja afatizu borxhin. Dhe nëse mbyllen të na rrugt e çanë në gjykat, përndryshe s'ke çfarë bën tërsen. Allahu ta borçarën ya Rabbil Alamin, e që lamja borxheve sot është një problem shumë serioz në shoqërinë tonë. Allahu na vedi soft.